detyrës së tyre funksionale, duke marrë kompetencat e institucioneve të tjera, si në rastin konkret inspektorateve të ndërtimit. Bazuar në denoncimet në portalin e rilindjes, e të shoqëruar nga eksponent të Partisë Socialiste, në blok, në lagje, në fshatra qytet, Policia e Shtetit po detyrohet të regjistrojë në disa formular shpikje të rilindjes, të bllokojë dhe të prish në mënyrë antiligjore dhe politikisht selektive ndërtimet e qytetarëve. Sjellim në vëmendje të publikut se opozita e djeshme mori votat e shqiptarëve duke premtuar se do të legalizonte pa pagesë ndërtimet e tyre, ndërsa sot në pushtet po bën të kundërtën. Domethënë, rrugës për të vajtur në fshatin ku dikush ka ndërtuar pa leje, në tokën e tij një dhomë shtesë se marton djalin, policia kalon pranë këtij pallati Policia kalon pranë këtij, sigurisht dhe shumë tjerëve që ne do t'i bëjmë prezent për ditë, që janë të ndërtuar nga deputetët socialistë apo të afërm të tyre dhe i mbyll syt për shkak se është e detyruar të mos i shohë, apo sepse nuk janë denoncuar në portalin e rilindjes Stop Rënimit. Duke shprehur edhe një herë mbështetjen për shtetin ligjor dhe policinë e shtetit, në kryen e detyrave të saj, Partia Demokratike kërkon nga qeveria dhe ministri i Brendshëm të ndalë diskriminimin, persekutimin politik, si dhe përdorimin antiligjor të institucioneve të shtetit. Përpara ligjit janë të gjithë të barabartë, edhe Sajmiri, edhe Koçua, edhe Sadriu, apo çdo qytetar tjetër i Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Fotot sigurisht do t'i keni në dorë nga ne dhe çdo ditë do të kemi lajmërime të tjera për të ndihmuar policinë, për të identifikuar ndërtimet pa leje dhe njerëz të cilët i kanë ndërtuar. Faleminderit.